raste denoncime shka? Ka patur raste abuzive. Bërë një pyetje që me tërmend nuk cilët janë rastet abuzive me të cilat nuk është marrë për shembull. Po ka patur shumë raste që për shembull ka ankesa. Gjatë një operacioni, ai ka hyrë të operoj stomakun, i ka plasur gjë tjetër, domethënë. Gjëra që ndodhin janë këtu ose nuk e shiko. Gabimi mjekësor ndodh. Neglizhenca mjekësore është e dënueshme. Gabimi mjekësor është tjetër. Pra në të gjitha ankesat që ju keni patur deri më sot, ma kupto pak drejt pyetjen, se nuk e kam të qëllimshme. Në të gjitha ankesat që ju keni patur deri më sot, i keni patur si gabime mjekësore, apo kam patur dhe raste ku po t'ishte kujdesi më i madh? Me thënë të drejtën, ankesat më të shumta vijnë si rezultati mos komunikimit mjek-pacient. Kjo është edhe më keq akoma. Pra, mos komunikimi është një krizë e thellë besimi mes mjekut dhe pacientit. Është edhe një diçka, të them edhe diçka. Kjo ndodh në shtet apo ndodh në privat? Se në privati... Flas për veten time, për privati. Që aq shumë komunikoj, sa që edhe para se tyja këtu, më the hiqet celularin, po komunikoja me njerëz. Po jemi live, ka rregulla këtu. Ka rregulla, unë respektoj rregullat tua. Sepse edhe në Instagram unë përgjigjem të gjithë atyre që më shkruajnë. Për çdo gjë, pyesin për... I përgjigjesh vetë? Po, vetë edhe asistentja ime. Po. Në shumicën e rasteve përgjigjem vetë. Tani duhet të kesh parasysh edhe një diçka që sa do të komunikoj unë me ty që je intelektuale në fundit, në fushën e mjekësisë, ty 99% e gjëra që të them nuk të hynë fare, jo më të hynë të dalin nga ana tjetër, të them me zemër. Sepse në fundit unë jam mjek, vetëm universitet, kam për 18 vjetë, më beso. Kam për laurën, 2 specializime, doktoratën. Pra, të gjitha ato njohuri që unë kam akumuluar gjatë studimeve të mia, 1 e 2 gjatë eksperiencës time si mjek, në momentin që ti komunikoj, kur ti ke një profesion tjetër, nuk ke se si ti kuptosh. Edhe kur të flasë për problemin tënë, ti kuptosh të gjitha 100%. Për te i saj, sot ne jetojmë në epokën digitale, ku është Google-i, është ChatGPT, është inteligencë artificiale që shpjegimin më të madh pacientët je marrin aty njerë dhe bëjnë si doktor. Bëjnë dhe kompetentin si doktor, Po edhe doktorët, qose si drejtojnë Google-it, mjekët dhe ChatGPT dhe inteligencë artificiale bëjnë gabim shumë të madh, sepse ka informacione pafund. Por, sot, pacienti mund të informohet shumë mirë online. Po pra po. Por prap, nuk arrit të akceptojnë të detyrat dhe të drejtat e palëve. Atë që mjeku mund t'i thotë. E në tilla raste, nuk është vetëm mungesa e komunikimit, por mund të jetë edhe mos kuptimi. S'kerdi shko, që ta orientojmë të Jo, po një nga... përposh. Tani, a ka doktor që janë kasap? Që janë këthyrë në kasap? Nuk janë më doktor? Kanë hequr dorë në abetimi? Po sigurisht. A, shumë të thua, të po themi ne. Sepse në momentin se unë, profesori me drejt thot që ka ankesa, dhe janë ankesa mos kuptimi. Po ka, unë shikoj për dit njerës që thonë që ma vrau fëmijën. Një sekund, sepse ti shok për dit, është e vërtet apo jo? Jo, shiko. Mjekut, gjithë të përgjesi nuk janë që ngarkoj mjekun, është publiku që i ka godit mjekët. I ka rau. është e vërtet apo jo? Ndodhe edhe në Itali, po mi më unë si jam duke të diskutuar në Itali. Shiko, të flasim këtu. Ka 2 gjëra, gabimet mjekësore janë 2. Janë gabime mjekësore që janë diskordanca majore, do më thënë që janë gabime që është në diagnozë. Ka bërë gabim në diagnozë dhe aji pacienti ka pësuar mund të pësuar dhe vdekje, ose mund të pësuar një pasoj. Ka dhe diskordanca minore, të cilat janë gabime mjekësore që nuk shkaktojnë vdekje. Të ndodhin gjatë periudhës punës që bën mjeku, mund të jenë të te i kaluara nga... Tani ta saktësoj këtë gjënë. Tani ka, jo një sekund, jo, mos e saktëso, i bëri këto gabime, që i ka ndodhë mjekut? Shiko tani. Pritse tani gabimet, a i mund t'i bëj se është dhe i lodhur dhe i nërguar. Shiko, gabimi mjekësor nuk ndodhë vetë për fajt mjekut, ndodhë edhe për fajt të sistemit. Po ligji si e ka, zotëri, nëse bëni gabim mjekësor, si e ka ligji? Ligji e ka që në qofë se mjeku kapet në gabim, ka disa masa ndëshkimore të mjekut, që fillon nga vretja, gjoba, dhe heqen licencës nga 6 muaj deri në... Ka pas në njërë heqen licencë? Ka patur për periudat saktur. Kujt? Kujt?
me rekomandim, nga lartë, për poshtë. Nuk e kam autorizimin për të gjitha... Po nuk dojmë publike raste, sepse është çështja mbrojtjes të të dhënave, është një nga të drejtat kryesore të pacientëve. Për post informimit dhe doktorit i flasi me atë gjuhë që pacienti e kupton, sepse doktori sa po tha që unë i themi flas, po këte i hyn, këte i dalin. Por, duhet kesh një gjë në konsiderat. Imagjino për ty. Duhet kesh një gjë në konsiderat. Mjeku e ka për detyrim që ta zgjedhë gjuhën e tillë që pacienti ta arrit ta kuptojë. Jo pacienti. Faj i këtij ligji është se nuk shikohet pacienti si pacient, po shikohet si klient. Mund t'ja të regojnë. Pra, duke u parë si klient, po ja, këtu be për përgjigje mua ati. Mos ta generalizojmë. Ornela, mos ta generalizojmë. Jo, po i generalizojmë situatën, sepse ato janë raste... Nuk shikoj si pacient, më shikoj si klient të lutem tani. Po pra, po nuk duhet generalizu, po them, pa tjetër. Edhe ta pyes është skerdin sot, a thua është klienti? Jo, është pacient. Si thua, është pacienti. Mirë, rasti rrallë. Po bëj përjashtim për të. Është klient i mundshëm për të bërë pacient. Ja, po marrë që. Atë ka ndodhur raste ty që i ke thënë pacientit që jo, nuk do ta bëjmë këtë ndërhyrje. Po, sigurisht që ka ndodhur. Po të tjerët se ja kanë bërë? Atëre janë të gjithë material për urdhrin e mjekut. Dgjoj, është edhe një diçka tjetër, është edhe çështje këndvështrimi, ha? Jo, s'është çështje këndvështrimi. Çështje interesi përfitimi. Çështje është interesi. Përfitimit keqen. Po pra, më lër ta mbaroj. Po ku i gjete këta ti? Më lër ta mbaroj. Ka këndvështrim edhe ndaj fitimit, a kupton? Me lërë së fitimit të paras. Atëherë unë nuk ka shumë para, nuk e merë. E shikoj që ju e keni të keqin nga brenda? Ka operacion... Jo, kjo bën fjallë për privatin. Shiko, ka operacion, neve nuk i marim përsipër, sepse nuk dim t'i bëjmë. Dikush tjetër mund t'i bëjmë më mirë se ne. Një, ka operacionet të tjera të cilat mund të mbarë një rrezik më të lartë sipas gjykimit tonë. Për dikët tjetër, ky rrezik nuk është shumë i lartë. Ka nevojë për konsult? Ka nevojë për konsult? Pastaj, ka pacient që shpesh, të më beso, të kërkojnë informacione, të kërkojnë që t'i bësh një konsult në Instagram. Edhe sot njeri më shkruajti, më dërgoj një foto, tha, sipas të është mishi huaj ky, jam brenda hundës tënde që është mishi huaj. Kush është ajo hunda apo? A kupton? Po pra, shikon, do të thonë, e shef klient për pacient to be në të ardhmen. Në përgjigjen në Instagram. Po përdoret për të sulmuar mjekët nuk më pëlqen, edhe nga ana e mediave. Se e shikoj për ditë, prandaj po them. Shikoj sepse del në titrat e televizorit. Vdiq filan pacient në maternitet. Ama pacientët ndodh edhe vdesin, në spital ndodhin. Vdekjet do ndodhin edhe në spital. Po janë akuzuar mjekët drejt për drejt. Akuzohen sepse asnjëherë nuk ka qef kush. Mjeku ka përbërë shërbimin. Jo, shërbimin e mirë, jo vetëm shërbimin. Shërbimin brenda gjithë parametrave. Shërbimin e mirë, dinjitoz, dhe atë që ka nevojë pacienti. Ka ndodhur dhe do ndodhin. Je në krye të një urdhri që është shumë i rëndësishëm. Unë e kuptoj sa rëndësi ka dhe sa por që të bëhet një luftë. Po pse nuk e thoni troç që mjekët shqiptar, tani duhet ta thoni troç këtë gjë, që mjekët shqiptar, një, e para janë më të keq trajtuarit, më të papaguarit. Kemi dalë të ajo pikë. Dhe, po ja, po këtu, po kjo është gjithë pasojë, gjithë kësaj gjëje. Sepse një mjek që e para njerë ka respektin dhe dignitetin e dur, e dyta nuk korruptohet nga ato qindarkat, e treta nuk e përdor profesionin për përfitime, duke i shpikur dhe ndoshta smundje, se ka dhe shumë mjek që janë bosi fallxhor tani. Unë mendoj se ke këtë. Nuk duhet të përgjithëson, nuk duhet të përgjithëson. Pra, unë them që mirë trajtimi do t'i zgjidhë të gjitha këto halle. Mirë trajtimi do t'i zgjidhë të gjitha profesioneve hallet. Se s'është vetëm bluzat e bardha që janë të diskriminuara, le të themi, në pjesën e pagesës dhe buxhetit. Që ka ngritur një model të vetin, ka mundësi që për komoditetin e vetë t'i thot dhe një pacienti që ty nuk të bëj, se për mua je riski lartë, më shumë më vlen emri klinikës, apo jo, se sa ajo ndërhyrja që mund të të bëj ty. Në radhë të parë më vlen mjeta dhe shëndeti pacientit. Do të them një rast, ndoshta e keni parë dhe në Instagram, se bëra edhe një video, dhe një zonje e cilës dikush i kishte dhënë disa para, ishte varfër. Kishte nënë 3 fëmijëve ndarë nga 10 vjet nga burri i saj. Kishte ngelur edhe pas shtëpi, sepse aty kur rinte me qira kishin nxjerr nga që e kishin shitur atë shtëpinë, dhe pyeste mua, unë kam fiksim hundën tani sepse
e kam të madhe, ndoshta s'po gjej do të një partner prej hundës që kam. Qa ti bëj këto lek, më tha, të viti, po kishe kohë që më pyeste për hundët. Të viti bëj operacion hundë, tha, apo t'ja jap djalit të bëj një kurs, apo të marrë një shtëpi tjetër të me këtë parajt, që diskuton më, i thash, fëmijët, i thash. Është kryesorja, po. Pra, në radhë të parë, ne kemi për detyrë që të mos dëmtojmë njeriun, pacientin, kupton? Kjo është parimi bazë i mjekësisë. Dhe të mos e dëmtosh, do të thosh jo vetëm nga ana fizike, kur të vjen se ka një sëmundje apo i diçka tjetër, pra të mos i agravosh sëmundjen e tij. Qartë. Por edhe nga ana mendore, sepse një njeri i cili ka 2 lekë që kanë rënë në dorë dhe Skeldi, bijem dakord që në për spitalet private apo kudo të fucin në për analiza bëj këto